Pyetjen që ju e parashtruat, mbram sigurisht që keni lexuar kumtesën nga Aleanca për Shqiptarët e udhëhequr nga zoti Sela, ne kemi pas kemi një bashkëpunim dhe komunikim të shkëlqyeshëm, ata duhet i dëshirojnë dhe kanë vendosur që t'i kthehen vetvetes, në cilën e përshëndesim, i përkrahim, që bashkarisht gjitha subjektet opozitare, gjitha këto zhvillime që ndodhin në shtet, që bashkarisht edhe ta rikthejmë situatën në normalitet, pasi që jemi dëshmitar se në shumë fusha, në shumë drejtime, për cilët kemi folë në kontinuitet, ka regres jashtëzakonisht të madh. Tash realisht nëse ata kanë vendos ashtu siç njoftuan opinionin, gjithë deputetët tjerë që mendojnë se duhet vazhdojnë, a ne mendojmë se do të vazhdojnë, edhe deputet tjerë, do vazhdojmë si grup parlamentar i Frontit Evropian, ashtu siç morëm edhe mandatin nga qytetarët. Dhe doam të jemi konsekuent deri në fund. Por nëse keni ndëgjuar zotin Sela dhe të tjerët, normalisht që grupet e këshilltarëve do të vazhdojnë të bashkërendisin aktivitetet në gjitha komunat.